Ti përshëndesim bashkërisht qytetarët e Vlorës. Pesë ditë pa ujë. 5 ditë pa ujë. Duke ndjekur ato ngjarje në videot e shumta qarkullojnë rikthyen, edhe ju kujtohet edhe ju të gjithëve, kur vetëm pak muaj më parë drejtori i Yselsit i thot gazetarit se këta rrinë 3 ditë pa ujë dhe një telefon nuk e bën njëri për shpreh shqetësimin. Në fakt, drejtori tha një të vërtet, nuk gënjevi. Po ja që kohrat ndryshojnë. Ja që dje, qytetarët e Vlorës ja u zun kafshatën e Galas në fyt dhe i përzun hajdutët nga salla ku festonin. Ja që sot përsëri të rinjt e Vlorës, qytetarët e Vlorës mbushën sheshin dhe bëjnë përgjegjëse Edi Ramën dhe qeverinë për situatë e tyre dramatike.